Jam martuar dhe jetoj në Itali me vjerri dhe jam me mbulesë. Vjerri im para të tjerëve kur flet në telefon me video e kthen telefonin nga unë. Ndërkohë që unë jam pa shami mrena në shtëpinë time. Gjithashtu më lëshon në televizion sene intime që janë për femra dhe unë normalisht e ndroj dhomën. Prej vitit që jam martuar, kur dua të shkoj në vendlindje, të vizitoj prindërit, këta prindërit e burrit nuk më folin, i dhënohen dhe vjerri shpërndan thënien në telefon, burrin tim e ofendon me fjalë sa nuk e di, kam respektuar, i kam nderuar vetëm hatri i Allahut dhe se jam muslimane. Kur blej ndonjë sen, vjerri ulet dhe më shikon çantat çfarë kam bler, e kam parë me sytë e mi këtë gjë. Dua të dal në apartament tjetër, kam gjëna. Dilni sa më shpejt. Përderisa keni të bëni me gjallësa të tilla, se këta as ke njerëzit nuk futen, dilni në vete. Jeni të arsyetuar tek Zoti si ti dhe bashkëshorti jot që të dilni në vete dhe mundësisht qysh sonte që do të ngjoni fetvan time.